ditën e mbrëmshme dje, kush e ka dhënë urdhrin për mbylljen e derës së kuvendit dhe a do të vazhdoni sot me seancë për zgjedhjen e kryeparlamentarit? Së pari, dyert e kuvendit të Republikës së Kosovës kanë qenë të hapura. Edhe deputetët, ju lutem, më pyet, tash po përgjigjem. Edhe për mediat, edhe për deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës. Unë që nga viti 2010 jam në kuvendin e Republikës së Kosovës, për rreth 10 vite deputete nga radhët e opozitës. Në rrethanat kur nuk ka pas seancë të caktuar plenare, gjithnjë dyert të sallës plenare kanë qenë të mbyllura. Pra, ky është rregull prej që ekziston kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj, kushdo që thotë që janë mbyllë dyert e kuvendit, janë mbyll për deputetët e opozitës, nuk po e thotë të vërtetën. Pra, ato në vazhdimsi mbyllen. Seanca e jashtëzakonshme thirret me 40 nënshkrime. Ne nuk i kemi pasur 40 nënshkrime, nuk kemi njoftuar që janë protokolluar 40 nënshkrime, pra as kryesuesi i seancës konstituive zoti Avni Dehari nuk është njoftuar që ka pasur protokollim të nënshkrimeve, sepse në momentin kur protokollohen 40 nënshkrime, ato dorëzohen në zyrën për parashtresa në kuvendin e Kosovës dhe pastaj kryesuesi i seancës konstituive obligohet që të thret seancën konstituive. Pra kjo nuk ka ndodhur. Por po ashtu janë edhe disa mënyra tjera se si thirret seanca e kuvendit, mund ta thras qeveria dhe kryesia e kuvendit siç zakonshëm bëjmë. Pra nuk ka ndodhur asnjëra prej tyre dhe nuk ka pasur askush, si më thon përgjithësi, nga administrata e kuvendit që të vije përsa kohë nuk ka pasur seancë zyrtarisht të ftuar. Në momentin që zyrtarisht ftohet seanca konstituive apo një seancë tjetër e rregullt, natyrisht që dyert hapen dhe gjithë stafi i administratës së kuvendit është aty. Prandaj, unë thras sot që deputetët e kuvendit mos akuzojnë askënd për këtë gjë, sepse nuk ka pasur asnjë tendencë për të mbyll dyert e kuvendit. Në anën tjetër, kuvendi është i deputetëve, ata janë përfaqësues të popullit dhe mund të vinë këtu, por rregulloria e kuvendit përcakton rregulla dhe ne duhet të veprojmë në përputhje me rregullorën e kuvendit. Së pari, bojkoti i opozitës ka sjellë në situatën në të cilën jemi. Ju e mbani mend që nga prilli i vitit kaluar, në vazhdimsi përpjekje për të bllokuar konstituimin e kuvendit dhe pastaj edhe për të mos marrë pjesë në takimet për të zgjedhur presidentin. Në vitin e kaluar, prej momentit kur gjykata kushtetuese ka marrë vendim që brenda 30 ditëve duhet konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, e deri në konstituim kanë kaluar diku 106 ditë, pra jo 30, 106 ditë. Ja heqim këtu ditët kur çështjet kanë qenë duke u trajtuar në gjykatën kushtetuese, janë gjithsej diku 59 ditë. Pra nuk është konstituar as vitin e kaluar seanca brenda 30 ditëshit. Por në anën tjetër, ju e dini që sipas kushtetutës, presidenti në këtë rast Kosova nuk ka president, ka vetëm ushtrues detyre, i ka 30 ditë nga certifikimi për të thirrë seancën konstituive. Tash po i mbetet deputetëve vetëm një ditë përpjekje nëse flasim për këtë interpretim, vetëm një ditë përpjekje për ta konstituar kuvendin, kjo s'ka logjik. Deputetët duhet ta kenë mundësinë që të bëjmë përpjekje maksimale për konstituim kuvendit. Në rrethanat aktuale ju e dini që në momentin që të konstituohet kuvendi, vlen afati pastaj për zgjedhjen e presidentit prej 60 ditëve. Duket që ka një përpjekje që unë s'po e kuptoj, që vendi të shkojë sërish në zgjedhjet parakohshme, por e kanë gabim. Kushdo që përpiqet që përmes veprimeve të tilla ta çojmë vendin zgjedhje, mendoj që ka shumë gabim, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës na kanë votuar për të kontribuar për marrëveshjen, e jo që të veprojmë në mënyrë të tillë dhe të përpiqemi që ta çojmë vendin zgjedhje. Nuk na duhen zgjedhjet, prandaj unë i thras partitë politike që të vinë sot në kuvendin e Republikës së Kosovës. Po ashtu i thras deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, liderët e partive politike, që të bëjmë përpjekje maksimale që të arrijmë një marrëveshje, sepse vetëm duke u takuar me njëri tjetrin mund të arrijmë një marrëveshje. Ju e dini që kryeministri Kurti ka pasur përpjekje maksimale, i ka ftuar subjektet politike, unë nuk i kuptoj pse refuzojnë që të vinë në takime. Megjithatë, qytetarët do t'i vlerësojnë veprimet e secilit prej nesh.
Po, urna? Me qenë se nuk pati një marrëveshje politike, kush do të jetë emri propozuar për kryetar të kuvendit? I takon lëvizjes vetëvendosje që të bëj propozimin për kryetar kuvendit. Ju e dini që në këtë drejtim, vetëvendosje ka ofruar pozitën e kryetarit kuvendit për subjektet opozitare. Vetëm që të arrijmë një marrëveshje në mënyrë që vendit mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Prandaj është e rëndësishme që të ketë përpjekje për të arritur marrëveshje, por jo bojkot, jo bllokim, jo akuza, sepse mendoj që pavarësisht dallimeve të mëdha që i kemi me subjektet politike, është e rëndësishme që të jemi bashkë me qëllim që ta mbrijmë një marrëveshje dhe pastaj diskutimet e dallimet i vazhdojmë më tutje. Faleminderit. Ju tashmë ka përfunduar afati kushtetues për konstruimin e Republikës Kosovës, në brëm ka qenë afati fundit, në 24 në përfundoi. Kjo seancë që bëhet sot, a është antikushtetuese? Kushdo që ka probleme me seancën e sotme, unë ftoj që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Ju e dini që vitin e kaluar e kam bërë në vazhdimsi. Prandaj edhe sot, në qoftë se nuk pajtohen me thirrjen e kësaj seance, e kanë mundësinë që ta dërgojnë çështjen në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka konsideruar këtë seancë si çështje kushtetuese për shkak se bëhet fjalë për konstituimin e kuvendit. Unë jam këtu. Besoj dhe të tjerët do t'jenë sepse jam thirrë nga kryesuesi i seancës konstituive, nëse edhe mbrëm të ishim ftuar nga kryesuesi pas 40 nënshkrimeve, natyrisht që do të vija. Natyrisht që sepse jemi të obliguar që të vijmë seancë, por nuk ka pasur një gjë të tillë dhe unë nuk e kuptoj se pse si kanë protokoluar nënshkrimet. Përsa kohë thonin që jemi 3 subjektet politike opozitare bashkë, atëherë pse nuk i kanë protokoluar? Kërkesa Avni Dehari? Jo, 40 nënshkrime nuk janë drejtuar zotit Avni Dehari, pra kryesuesit seancës. Prandaj unë s'e kuptoj pse si kanë dërguar. Në qoftë se ata kanë dashur që të bëhen seanca, është kaq e thjeshtë. I dorëzon 40 nënshkrime? I dorëzon 40 nënshkrime? Në konferencë për media te gazetar që është informuar administrata Njoftimi, po. Njoftimi, kjo është e vërtet, njoftimi që do të shkojmë në seancë. Njoftimi që do të shkojmë në seancë ka ndodhur. Mirë po është e pamjaftueshme. Duhet që të protokollohen 40 nënshkrime. Nuk ka ndodhur kjo dhe unë s'po e kuptoj pse s'ka ndodhur. Sa kanë ardhur këtu dhe kanë dalë për konferenca duke thënë që janë mbyll dyert për deputetët, kanë mundur shumë thjesht të protokollojnë nënshkrimet, kryesuesi i seancës do të ishte i obliguar që ta thriste seancën. Unë kam udhëhequr kuvendin gjatë një periudhe, kur kuvendi ka qenë i konstituuar, sa herë ka pas kërkesë të opozitës me 40 nënshkrime, unë vetëm e kam proceduar, sepse është obligim. Faleminderit.